Miq të Piskut, ju përshëndesim, jemi tek vendi ku do të ketë atmosferën e zjarrt. Ajo që do të ndodhi, pra ajo atmosferë që pritet të ndodhi nuk do të jetë brenda, padyshim për shkak se tifozat e TKZ-s, tifozat kuqezi, nuk janë pjesëmarrës në këtë eveniment madhështor. Themi ne shqiptarë, sa ajo që luan Shqipëria, brohorasim, duart trokasim, e mbështesim dhe jemi, e tregojmë veten që jemi shqiptarë vetëm në këto raste, të paktën, por Arigloni është nga ata gazetarët dhe jo vetëm, Ariglon Pali, Maska Pikal, por është dhe antar i TKZ-s. TKZ-a do të jetë jashtë për një arsye shumë të rëndësishme dhe themelore të qenur shqiptar. Arsye normalisht ne nuk e dim, sepse ato e di federata, se federata ka vendosur që tifozat kuqezi mos pajisen me bileta. Do ndrohet Serbi apo ajo është ndruar me kohë, është ndruar me kohë. Duan ta ndrojnë, do i bëjnë miq serbë, do i bëjnë edhe krush ndoshta, se ç'a nuk po për federatën. Absolutisht për federatën. Pra federata nuk po arrim të dallojmë dot ndryshimin midis federatës serbe dhe shqiptare. Thashë pra që duhet ndryshuar shpreha, jemi live Serbi, por do të më bëj tani federata që pse nuk e arrim do ta shpjegojmë ndryshimin midis federatës shqiptare dhe serbe. Tifozat kuqezi ka 21 vite që prej themelimit në dhjetor 2003 që ndjekin kombëtaren në çdo stadium. Pra, absolutisht në çdo stadium. Nëse ka luajë kombëtare, një tifoz, dy tifoz, tre tifoza, 20, 1000, ka pas përfaqësues nga tifozat. Gjithmonë ka ardhur në rritje. Gjithmonë në rritje absolutisht. Grupi është zgjeruar, sa është sot, sa është? Ajo ndryshon nga fushata në fushatë. Domethënë se janë eliminatorët e botrorit, eliminatorët e europianit, por mesatarisht se çdo eliminator 2 vjeçar është gati 5000 plus. 5000 plus. Sa mund të jemi tani për afërsisht? Besoj se te 4000 ja. Te 4000. Nuk kam shifra zyrtare. Ka dhe të tjera të ngjashme si TKZ-ja? Ka dhe grupime të tjera, siç janë Iliran Elit që neshin e fundit me Andorën ne patëm një bashkëpunim, pra u bëm projekt parë bashkë. Ka frymë pozitive te grupet që bashkohen, organizohen. Dhe rasti konkret kam përshtypjen që do të jetë më së tregues për të qenë mbështetës të TKZ-s që është të përjashtuar për të qenë pjesë të ndeshjes Shqipëri-Serbi. Normalisht tifozat kuqezi janë pjesa kryesore e tifogrupeve, se ka Iliran Elit, janë plisat, janë ballistët që kanë qenë, sepse ka disa vite që nuk i kam parë. Pra janë disa tifogrupe, por duke qenë se tifozat kuqezi janë, si me thonë, de juro mbështetësit zyrtar të kombëtarës, edhe janë më të rëndësishmit. Janë grupimi më i madh. Se ne e thamë edhe atë që dhe prandaj e përmenim gjithmonë, merremi më shumë me tifozat kuqezi. Dhe tifozat kuqezi ka 21 vjet, siç po e thoja, që e ndjekin në çdo stadium. Një ditë bukur, zoti Duka me drejtuesit e tij të federatës, por ne mendojmë dhe të paktën nga burimet e mia si gazetar personale, ky është një vendim absolutisht i Dukës. Absurd, por edhe i Dukës personalisht nga vet Duka. Nga vet Duka për të na përjashtuar, për të përjashtuar TKZ-n. Ky informacion vjen nga burimet e mia si gazetar dhe jo si pjesë e tifogrupit. Dhe ai vendos që këtë neshje ne mos të na lejojnë në asnjë lloj mënyre, sepse edhe me Anglinë që ne lozëm jashtë nuk kishin bileta si tifogrup, edhe me Andorën që lozëm këtu nuk kishin bileta si tifogrup. Por me Andorën ata dështuan sepse nuk shitën dot as biletat e stadiumit. Dhe TKZ-ja si u shitën, si u shitën biletat e veta do i marri. Pra do jetë dhe vend stadium, si nëse 2000 veta do jenë stadium, 2000 do jenë të TKZ-s, nuk e lejnë asnjëherë vetë. Dhe me Andorën arritëm disi që të manovronim, pra t'i blenim vetë biletat online secili personalisht dhe bllokuam pjesën që ne donim, por zyrtarisht ne nuk ishim si tifogrup. Ndërkohë në neshjen me Serbin, duke qenë se lidhet edhe me faktin e protestave për Europianin kjo është pra arsyeja, le të themi, që ju mendoni si mos ka lidhje? Jo mendojmë, por është e qartë. Zhvillimi i Europianit 21 vjeçarëve në vitin 2027 midis Shqipërisë dhe Serbisë, që shpesh e theksoi Shqipëria patëricë e Serbisë. Pra qëndrimi që të jemi të qartë edhe për ata që na ndjekin, qëndrimi i TKZ-s ka qenë që mos marrë pjesë në këtë të mos zhvillohet Europiani në bashkëpunim me Serbinë. Me Serbinë, pra. Ka qenë, është dhe do vazhdoj të jetë. Që në fillimin, që kur ka dalë, le të themi, njoftimi që kur jo që kur ka dalë, por që kur u kuptua që do jenim ne fituesit, sepse akoma nuk ishte shpallë, sepse është shpallë në janar. Ndërkohë deklaratat tona varjojnë, besoj që nga nëntori,
organizatori diçka e tillë që u kuptua që ne do ishim kundër kësaj fitues me Serbinë, sepse akoma nuk ishte vendos, sepse ishte Belgjika, Turqia, se ka qenë Serbia. Skem, mendon? Jo, por ato ishin 3 konkurrent, do me thonë 3 federata që pretendonin ta merrnin. Turqia, Belgjika dhe Serbia. Serbia kërkon partner në Ballkan dhe nuk gjen dot dhe Shqipëria pranon, bëhet vegël, më saktë, sepse Serbia vetëm nuk i plotson kushtet. Po bëjmë le të themi atë pjesën e kundërt. Po bëjmë një pyetje, pse nuk pranon TKZ? Pse është kundër këtij bashkëpunimi me Serbinë? Si mund të pranosh një bashkëpunim me Serbinë që deri para pak vitesh kanë vrarë, dhunuar, përdhunuar, masakruar vëllezërit tanë Kosovë? Është shumë e qartë, shumë e thjeshtë dhe akoma nuk pranon fajet e saj, nuk ka kërku falje për gjenocidet që ka bërë në Kosovë dhe akoma ka pretendime që Kosova është tokë e serbëve. Dhe ti në momentin që ti bashkëpunon, dhe kam cekur dhe herë tjetër, kjo është një ndihmës për politikën serbe në arenën ndërkombëtare dhe europiane për Serbinë. Sepse Serbia ka shumë thjesht që thotë që shiko se unë po bëj bashkëpunim me Shqipërinë, unë s'kam asnjë lloj problemi me shqiptarët. Çfarë thoni ju pasën probleme me shqiptarët? Jo, mua ka me Kosovën, se Kosova është toke jona. Mund ta thot. E ka, pra ti jep hapësirën, ti jep mundësinë. Dhe për çfarë ja jep? Për 50 milionë euro, 100 milionë euro, 200 milionë euro, se nuk e di se sa do marrin, por nuk e kapin. Ke 100 milionë euro që do merren investime nga UEFA për organizimin e kësaj gjës. Është kjo që ka pranuar? Po pse? Për çfarë çështje është? Po kjo ndoshta mund të jetë çështje parimore. Me Serbinë. Me bitë kurvave, se mos ta do e presim të pjesën. Jo, nuk do e presim, do japim edhe pa bitë, do japim faksi. Ashtu janë, se tani, po qëndrimi i lojtarëve të kombëtarëve shqiptare, cili është? Pra, kam përshtypjen se kjo ka bërë bujë të madhe kjo dhe Jo, ne nuk kena pas me lojtarët komunikim, sepse domethënë lojtarët i pyet kot. Sepse po i pyete është e sigurt se çfarë qëndrimin do mbajnë. Se kush është ai futbollist që do i dali kundër federatës, që nesër pas nesër ai nuk thirret më në kombëtar, shumë e thjeshtë. Dhe si do dali? Pra edhe me këto lloj qëndrimesh. Atëherë, unë që prej nisjes së kësaj gjës, unë absolutisht që jam, duke qenë se jam edhe antar i tyre, jam pro dhe e mbështes TKZ-n. Jo vetëm se është TKZ-ja, po edhe po mos ishte TKZ-ja, unë do isha kundër zhvillimit të saj. Dhe vetëm se unë personalisht me portalin që kam dalë kundër, kam dalë mbështetje të TKZ-s, unë kam paktën 3 herë që unë nuk akreditohem si gazetar. Vetëm prej qëndrimit, dhe këto lajme dhe publikimeve? Po, dhe që me ndeshje me Andorën nuk më akreditoj si gazetar, dhe më vjen përgjigjja në email. Kam pas 2 të funit, kam pas akreditim. Dhe më vjen përgjigje zyrtare që nuk ka vende, pasi për Andorën është kërkesa shumë e lartë e mediave të huaja. Pra, të gjithë mediat e huaja po shkullin flokët, lutem, duam të shikojmë gjysamatorët, ato elektricistat e lavazhierët e Andorës që luajnë kundër Shqipërisë. Dhe normalisht unë e publikova edhe këtë pjesën sepse i bëra foto pjesës medias dhe ishte e gjitha bosh. Ishte bosh. Dhe mu më vje kjo përgjigje. O duke, ku jemë? Jo. Shëndesim se ka qenë ka punu edhe në Burrel, duka dikur drejtora nej, po. S'ka marrë. Ata e ka harruar se s'ka marrë herë fare nga nej. Ka i klarë. Ta kishte marrë i çik, do kishte i çik më shumë. Ka i klarë. Po mirë, duhet ta lidh pak këtë që qëndrimi juaj është kundër, pra i TKZ-s është kundër për shkak se po bëhet ky evenimenti pra midis Shqipërisë dhe Serbisë për 2027. Po. Po për sa i përket ndeshjeve të tjera, ndeshja përballja që pat Shqipëria me Serbinë, Serbia dhe që u bë buje madhe mediatike gjithandej, ai agresioni që patën dhe serbët që u futën tjerë gati. Çfarë është qëndrimi për sa i përket ndeshjeve që ndodhi atëherë, ndeshjet e tjera që ka pasur? Ku është diferenca pra midis një ndeshje Shqipëri-Serbi dhe një kompeticioni kaq të madh siç është edhe organizimi i 2027-s? Ti po thu ku është, pra ne po luajmë kundër Serbisë. Po. Por ju nuk keni mbajtur një qëndrim apo jo? Po, në momentin që ne luajmë kundër Serbisë është UEFA që cakton, sepse hidhet shorti dhe ty të bjen të luash. Ne, sido që tjetë, po ta marrësh, jemi armiq jashtë edhe aty je armik. Pra nuk është, por këtu je bashkëpunues, këtu po ecën në të njëjtën rrugë. Dhe po ecni për të njëjtin qëllim. Dhe se doja ta cekja edhe shparë, se thash nuk e dim ku është ndryshimi midis Federatës Serbe dhe Shqiptare, se po na duket të njëjta, dhe të njëjta
kështu po veprojnë. 2 herë kanë qenë raste që TKZ-ja nuk është leju për me qenë stadium. Një atë natë në Beograd, me 14 tetor. Po për të njëjtën kauzë, po për të njëjtën. Dhe TKZ-ja nuk u lejuan stadium sepse u zhvillu pa tifoza shqiptar. Ndoshta mos është Dhe kjo. e dyta është Duka, që s'po na le në Air Albania në vendin ton. Apo Arena Kombëtare tash se ja kanë ndryshuar edhe emrin dhe nuk e kanë gjetë akoma si do ja vënë. Po presin të marrin edhe ca lek. Po jo, po presin ndoshta t'ia sugjerojnë, po t'ia sugjerojnë. vëllezërit tanë serb. Besoj lekët që do marrin për arenë shpresoj t'i kenë nxjerr nga biletat, që po i shesin edhe në tregëzi. Ka ndodhur një skandal i madh, gjithandej kudo ku flitet shumë aplikime, asnjë përgjigje. Tani kush do shohë ndeshjen këtu më? Unë them ta shpjegojmë pak nga fillimi këtë pjesën e biletave. Dhe pastaj do të kalojmë edhe tek ajo se çka do të organizojë dhe TKZ-ja, çfarë do të ndodhë. Prandaj unë e thash edhe në fillim, në fillim që e gjitha atmosfera do të ndodhi këtu jashtë stadiumit dhe jo brenda. Pra ajo që do të jetë fryrë, jo këtu, por pak më do ta shpjegojmë pak më. Pak mani. Skandali biletave, kjo gjë biletat kalojmë pak ke organizimi që ti po merresh me këtë pjesën organizative të. Po merren çunat gjithë grupi i Tiranës normalisht. Tirana ka përgjegjësinë për ndeshjet që zhvillohen këtu. TKZ-ja e Tiranës po merret me duke qenë se s'do jemi në stadium si tifo grup. Ne kemi vendosur që mos jetë askush. Ti besoj di shumë mirë që ose kam problem ta gjej një bilet, ta blej aq lek sa po shitet në tregëzi, duke qenë se po e blejmë për Inter, jo për kombëtarin që është detyrë. Por duke qenë se vendimi i grupit është që ne nuk do jemi në stadium, as do jemi në stadium. Dhe s'kam se si të jem në stadium. TKZ-ja të gjithë. Atëherë, vendimi është ky, kush do me shku personalisht mund shkojë. Përjashtohet nga grupi apo nuk është vendim që nuk është marrë, do e marrin. A që tradhtari që merr pjesë shkon në stadium, shef ndeshjen brenda, edhe nuk është aty. Jo, unë do thoja, kush shkon në stadium nga grupi, le të kaloj te ato që do na zëvendësojnë aty ku do jena ne. Dhe do na zëvendësojnë grupi LGBTQ+, që janë me ato do e vendosin për çështje diskriminimi fetar se po i diskriminojmë shumë ato ne. Gjithsesi, fokusohemi gjithë është organizuar gjitha kjo vetëm dhe vetëm për të përçuar mesazhet më denigruese për të përulur Shqipërinë kudo në arenën kombëtare. Në çdo lloj forme. Jo, në arenën kombëtare ata janë rregull, se për arenën kombëtare po bëjnë se flasim për ata njerëz që kuptojnë që Europa e ka kaluar deri në kohë. Flasim ne, po flas për njerëz, jo për politikërit dhe këta që janë dukurat e këto tjerë pushtetarët e këto interesa gjithë ato që kanë interesa më të mëdha dhe luajnë me ty, me mua dhe me gjithë ato se çka është interesi i të qenurit të njeri qytetar. Ne se mos hym këtyre janë tema të tjera. Kalojmë ke skandali i biletave, aplikimet shumëta, asnjë përgjigje. Tani, ne normalisht si thash nuk na dhan bileta as me Andorën as me këtë, me Anglinë. Dhe pak a shumë e dinim qa do note për ndeshjen me Serbinë, nga disa tentativa për komunikimi për të bërë pra çfarë po ndodh, si do reagohet, na kërkohet që të heqim dorë nga protestat, sepse kemi bërë edhe protestat të FSHF-ja për organizimin dhe mos të reagojmë, sepse ju bëni çfarë doni ne do e bëjmë, por hajde ulemi dhe t'ju japim bileta. Jo zyrtarisht, se nuk e shkruajnë dot me email atë, sepse ne rrjetet e komunikimit, jo, unë nuk do e bëj lajm, unë do t'rregoj të vërtetën. Dhe rrjetet e komunikimit ne i kemi gjithmonë zyrtare institucionale, kush tentoj që t'i prishte këto që të vendoste rrjete komunikimi personale me federatën, sot nuk janë më pjesë e grupit. Jo, ato nuk e them për to, por sa i përket grupimit nuk janë më pjesë e grupimit. Pra kushdo që ka tentuar të përfitojë në emër të TKZ-s dhe të vendosë disa relata personale, më mirë të vazhdoj mos të jetë pjesë e grupit, sepse nuk është për përfitim personale. Dhe federata mendon një diçka të zgjuar, super zgjuar. Thot për shkak të mungesës së konkurrencës, sepse ju jeni grup, këtu kemi 22.000 bileta, ne u japim 2.000, ne prishim konkurrencën, sepse kombëtari është gjithë dhe bileta do t'ja japim çdo shqiptar i ka drejt t'i marrë. Pra kjo si logjik. Dhe thot, në momentin që ne ju japim ju këto biletat, ne prishim konkurrencën, sepse lejmë disa të tjerët maksimumi sa është deri në 4 bileta mund të aplikojë. Deri në 4 bileta. Okej, deri diku, domethënë qëndron si logjik, si justifikim. Dhe thot ne do bëjmë gjithë përfshirje, pra që gjithë kanë drejt për të aplikuar për bileta. Aplikoni. U bë gjithë përfshirje, po kam aplikuar me të paktën 20 adresa.
23. Pra me njerëz të mi, që u kam thonë apliko të lutem për këtë sepse doja të konfirmoja 0 deri në këtë moment që po. O duke, ku jemi për 0? Ç'a bëhet? Momentalisht është ora që t'jemi koncis 7:53, 4 qershor. Po, deri më tash nga 20 karta ID-e që unë i kam miq, shokët, miq që kanë aplikuar dhe për vete. Që është po e lejueshme. Absolutisht, sepse kanë kanë aplikuar në emër të vetë që po dinin do i merrnin për vete ata, do vazhdonin tërësit e tyre. Dhe kush do të i merrte, kush do të si merrte, si ishte opsioni. Dhe askujt si ka dalë. Ka dhe shumë të tjera që jo vetëm ne kemi dëgjuar, shumë shqiptar kjo është kryefjala se normalisht. Tash ç'a ndodh? Në momentin që ne do aplikonim në këtë lloj mënyre, pra e vendosim që ne 5000 veta që jemi do aplikojmë në këtë lloj mënyre. Na dolën të 5000 biletat. Ajo nuk të jep të mundësi zgjedhje, por thotë ti ke 903. Pra në këtë kategori, do mi marr bileta s'do mi marr. Ti ke S205. Do mi marr bileta s'do mi marr. Dhe u prishte grupimi. Dhe u prishte pjesa e grupimit. Xhaxhi, të lutem. Ikse filloi neshja. Ikse filloi neshja se kemi diçka të rëndësishme ne. Faleminderit. Na ndërprej se jo mëse e lem po kështu si është edhe më bukur, se edhe nesër do të jetë pjesë e TKZ-s. Edhe pra shpërndani sa ne grupimi, shpërndahet sa ne. Ideja jonë është e gjitha që timi grup. Jo, mos më ndërprej. Mos më ndërprej që të ta marrë si logjik deri në fund. Okej, u vendos edhe kjo. U la dhe kjo, u lam dhe kjo. Okej, po vendosim të aplikojmë kështu. Po e bëjmë siç doni ju. Nga 99% personave që unë di, që unë njoh, që kanë aplikuar, askujt nuk i ka dalë bileta. Dhe çfarë ndodh? Biletat pra asnjë nga TKZ si ka dalë. U jepën agjencive, u jepën miqve, u jepën administratës. Shko pak në për institucione. Në çdo bashki, në çdo ministri i kanë. Ka 4 bileta, ka 5 bileta i kanë marrë. Dhe po i nxjerrin 300, 400, 500. Unë kam ndihmuar miq të mirë, u kam bërë lidhjet, kam thënë merruni vetë me pazaret boni çfarë doni. 3K. Bileta, unë nuk e di a kam unë lidhjet apo më adreson gjithë mu, po bileta gjej sa dush. Sa variojnë biletat? Po janë shit me 150, janë shit me 200, janë shit me 300, janë shit me 500. Më lartë, ka më lartë? Se di, nuk realisht nuk di din. Deri në 250 diun që kanë le. Dhe normalisht sa shite tek aplikimi sa 30. Që kjo është një super skandal në vete, domethënë bileta më e lirë është 30.000 lekë. Që do thotë? Në Shqipëri. Ke 60 që ke 90 që ke 150 që është bileta qendrore. Bileta qendrore që është një ndërvend, domethënë që shkon një person me familjen për ta parë për qejf, duke qenë se pjesa mrapa po e lën për ne që na quajnë, domethënë për pjesën ultras le të themi që duan të këndojnë të jenë gjatë gjithë kohës në aktivitet duke kënduar dhe aktivitet fizik duke kërcyer. Dhe një familje me 4 persona, minimalja fare më normalja, për të parë një ndeshje në Albania pra i duhen minimumi 600 euro. Nëse biletat i blen në federat. Jo në treg. Pra, i duhen 600 euro nëse i blen në federat. Nëse i blen në treg. Jo, kemi të qartë edhe për tjerë. Po, rroga momentalisht mu më ka shku 6.000 euro dhe po presim që të na çojnë 8.000 euro. Rroga minimale. Jo rroga, si rrogën e di sa do të ishte. Sa do të ishin biletat më. Po për çmimet shqiptare, për nivelin ekonomik do të thjesht duhet bëj një paralelizëm. Para një muaji u lut Gjermani-Itali. Itali-Gjermani, më saktë në Milano, në San Siro. Bileta më e madhe, më e shtrenjta që ishte te kjo jo te tribuna VIP, se te tribuna VIP vërë sa dush se po shkojmë për qef ato, për finte. Çështje zgjedhje. Çështje zgjedhje, vërë sa dush aty. Bileta më e shtrenjtë ishte 60 euro. Pra, Gjermani dhe Italiani mund ta blini me 60 euro. Që ato ka rroga ke 250 euro, 300 euro. Janë minimum mjetik. Nuk i kanë mundësi. Ndërkohë një shqiptar duhet shtrëngoj rripin maksimum dhe të shpenzoj rrogën e njënit nga prindërit për të shkuar në stadium për të pa 2 orë. Ti thësh diçka shumë të rëndësishme, shumë bukur. Pra, to bileta pjesë më e madhe dihet ajo se kemi dëgjuar edhe në për raste të tjera dhe në për evente të tjera, koncerte, aktivitete të tjera, jo vetëm sportive, siç është edhe rasti i ndeshjes Shqipëri-Serbi dhe siç shpërndahen to biletat. Por tani të ardhurat që do të mblidhen, a do të justifikohet për shembull që me 22.000 vende që do të jenë këtu, a do të justifikohet ajo vlera që se një pjesë e madhe është shpërndar.
vlera që duhet fitojë stadiumi për shembull. Si stadiumi merret me qira. Stadiumi është sold out, po stadiumi 20.000 euro është, nuk është ka ne problem. Pra, sold out. Sold out. Vlera mund të Jo, shitja në treg zi nuk i federata merr ato lekë veta, nuk ka lidhje, merr ato 3 vjeçën dhe është në rregull. Kështu që nuk është se kanë lidhje. Me pjesën e shpërndarjes tem. Se një pjesë kanë shkuar jepja filanit, jo administrata, jo... Aty nuk e di si do veprojnë, këto kanë thonë që duhet ketë emër ose nuk lejohen ndrysh për të futur, por ka një problem, personat që kanë marrë bileta, që kanë marrë nga 4 bileta, pra në momentin që u ka narkotik, kanë shkujt emrin e vetë dhe gjitha biletat janë printu në emrin Altin Tufa. Dhe tani, si do bëhet, unë si ti ndryshoj ato 3 emrat e tjerë, por nuk besoj se do ketë probleme, nuk mendoj që do ketë probleme sa i përket kësaj pjese, sepse kam qenë Milano, kam qenë kudo për të pa neshje gjysmëfinale Champions League dhe thoni që do ketë probleme, domethënë për sa i përket emrit, por nuk e kontrollon njeri. Në fakt është ndrysh atje, sepse atje finale Champions, gjysmëfinale Champions i ke një kontroll aty ke dera dhe vazhdo fut në stadium, kurse këtu ke 1, 2, 3, 4, të paktën 6 kontrolle, do hiqësh çorapet, do krefësh flokët, do lush flokët tej. Në këtë formë kaq të mprejë, kaq intensive dhe ashtu bëhet. Sidomos neshën e fundit ka qenë formë dënuese deri diku. Ka qenë skandal. Mos të marrim. Madje të herë kam përshtypjen do të jetë edhe më besoj se po. Por të dalim fiks ato që pyetje që kisha menduar. Mos ndoshta ky përjashtimi, le të themi, TKZ-s është për shkak që mos krijuar incidente në këtë ndeshje. TKZ-ja ka qenë prezente edhe në Elbasan në vitin 2016, që është luajtur ndeshja dhe nuk ka ndodhur asnjë lloj incidenti. TKZ-ja nuk është për incidente, nuk është për dëmtuar kombëtarën, është për ta ndihmuar kombëtarën, për ta përkrahur kombëtarën, për të qenë gjithmonë pranë kombëtarës në çdo lloj momenti. Fitore, humbje, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, janë të gjitha njësoj. TKZ-ja nuk është për dëmtuar kombëtarën. Po t'ishte për dëmtuar kombëtarën, po t'i donte qefi TKZ, sot ne nuk do ishim të bërë këtë bisedë, po do ishim duke folur për stadiumin që do ishte bosh, sepse i ka mundësi TKZ-ja që të ta mbushë stadiumin me flakadan dhe ty të prishin ndeshje për ndeshjen e ardhshme dhe të dënohesh. Po nuk është ideja, ne nuk jena për të dëmtuar kombëtarën. Ne jena për ta përkrahur. Çunat spolencë botës po marrin lek borx, po shkojnë në Moldavi, po shkojnë në Kroaci, po shkojnë në Rumani, Kroacia është afër, po shkojnë në Rumani, po shkojnë gjitha nej, vetëm për mbështet kombëtarën, sepse TKZ-ja nuk ka asnjë lloj financimi, nuk pranon asnjë lloj financimi, që të jetë qartë edhe nuk pranon. Pra nuk pranon financim. Gjon, nëse ti si qytetar i thjesht, shiko, unë duhet bëj antarësim te TKZ-ja. Dhe është një tarifë 2 vjeçare 10 euro. Dhe thu unë du t'jap edhe 100 euro për buxhet. Kjo është okej. Por që të vije një kompani që shiko, unë do ju mbështes, do ju jap 5.000 euro muj për muj, që ju këte janë t'i boni qik marketing kësaj gjos time, më the tash, apo lidhje tjera, këto nuk pranon në mënyrë kategorike. Fare. Tani çfarë do të ndodhi? Ku do të zhvendoseni? Pra, nëse ti si biznesmen vjen dhe thu, unë do t'jap 5.000 euro, 5.000 euro për TKZ-n. Po, la, mund t'i japësh, po nuk do të bëj publicitet, shiko se filani ne na dha 5.000 euro. Në qartë. Tani çfarë do të ndodhi me TKZ-n? Ditën që do të zhvillohet ndeshja. TKZ-ja do festoj, sepse ne do fitojmë. Do fitojmë? Shpresoj shumë dhe mendoj që do fitojmë. Dhe TKZ-ja do mlidhet te Trevëllezit Frashëri. Do ketë një ekran te dy kullat përballë piramides, do ketë një ekran aty. Do mlidhemi. Një ekran të madh, do të jetë një ekran i madh. Po, do jetë një ekran i madh. Do të shfaqet ndeshja, do të mlidhet një ftesë ndoshta për gjithë, jo vetëm për TKZ-n, por kush dëshiron të jetë pjesë e këtij organizimi, përfshihet apo jo? TKZ-ja do jetë aty, kush do vije, ne nuk do nxjerrim njëri jashtë. Vetëm përqet nga ata që nga kjo palja tjetër, domethënë aty është përgjithësi. Gjithsesi janë çuna shumë mirë. Ne aty do jena dhe njerëz do kalojnë aty dhe do na shikojnë. Normalisht kjo tregon që duhet të ketë një farë mbështetje për jo vetëm për ndeshjen, por për kombëtaren, por për shqiptarët, për njëri tjetrin. Unë them fatmirësisht për ne që ka evente tilla, gjëra tilla që na bashkojnë, por që t'jetin tregues dhe një shtysje ne të bashkohemi edhe për ngjarje dhe situata tjera. Po. Por
Ja, që janë dhe faktorët e tjerë që gjithmonë janë ata që përdorin kauzat me interes kombëtar, siç është edhe rasti i futbollit, i këtij eventi, për interesat e tyre personale ose organizative tyre, apo ku diun duhesi. Nuk e di, unë nuk flas dot pa fakte. Për te kësaj. Erglon, të falenderoj shumë. Mundohem si gazetar që jam të flas gjithmonë me fakte, me prova ose me burime që me informacione të sigurta. Mund të thotë mua që ti unë thjesht e hedh kështu, po nëse ka nga ata që e konfirmojnë ose na japin një informacion për te kësaj që Ergloni thotë nuk flas dot me fakte, ju lutem komentojeni tek video dhe si e gjykoni vendimin e çunave të TKZ-s për këtë vendimarrje që kanë marrë dhe që nga kjo protestë që kanë bërë për sa përket këtij kompeticioni që do të zhvillohet midis Serbisë dhe Shqipërisë, çunat janë përjashtuar dhe për të parë ndeshjen e kombëtares Shqipërisë dhe Serbisë. Që ne do të fitojmë kundër serbëve. Shpresoj që po, besoj që po. Të falenderoj shumë.